kontaktoni dhe të jepni mendimet tuaja. Telefon 069 26 81 923. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në televizionin Apollon. Sonte po i përmbajemi programit me ciklin e bisedave për çështjen kombëtare të filluara 2 javë më parë dhe të ndjekur në emisionin e dytë javën e kaluar. Përsëri do t'i përmbajemi kësaj teme, për të cilën kemi ftuar të pranishëm në studio doktor profesor Hulusi Hako, nënkryetar i shoqatës adhetare për integrim dhe identitet dhe bashkim kombëtar, zotin Suleman Abazi, kryetar të kësaj shoqate, si dhe të ftuar të ri në studio kemi zotin Ramiz Shabani, kryetar të shoqatës Ardhmëria Shqiptare. Mirë se erdhët në studion e televizionit Apollon dhe shpresojmë të zhvillojmë një bisedë me bukë, si thonë, dhe të shkojmë deri në fund çështjeve të ngritura në 2 bisedat e mbarshme, të cilat do të pasohen më vonë edhe në bisedat të tjera që do të plotësojnë njëra tjetrën brenda një cikli të tërë. Atëherë, paraprakisht kishim rënë dakord që t'i përmbajshim një raporti midis politikës së integrimit përballë integrimit kombëtar. Po t'i marrim si çështje, kuptohet që raportet dihen, herë janë të drejta, herë janë të zhdrejta. Ju do të na sqaroni për këtë çështje brenda gjithmonë asaj që neve parashtruam dhe përpara teleshikuesit, çështjes së madhe kombëtare në këndvështrimin, në strategjinë dhe në taktikën tuaj. Atëherë unë doja t'u drejtosha juve, profesor, që mendime mund na thoni në kuptimin e përgjithshëm për këto 2 probleme të lidhura njëri tjetrin, njëri variant tjetrin, i parit të dytin dhe i dytit parin, në mënyrë që pasaj ta trajtojmë bashkarisht. Ju faleminderit dhe ju të dashur teleshikues që vendosët sonde të kaloni me ne në këtë kuvendim për problemet jetike madhore të kombit tonë. Bëhet fjalë për 2 integrime që janë në proces. Njëri është integrimi evropian ose proceset që kanë të bëjnë me krijimin e Evropës së Bashkuar, ose Bashkimit Evropian, dhe në të njëjtën kohë kombi tonë i shtrohet imediatisht për zgjidhje edhe integrimi kombëtar ose bashkimi kombëtar. Këto 2 integrime, se këto 2 procese bashkimit, i takojnë vetëm kombit tonë që vjen edhe rrjedhin në sfondin e këtij procesi të bashkimit evropian. Evropa, që prej rreth 50 vjetësh e ka filluar këtë proces, është vënë në rrugën e krijimit të një kontinenti të bashkuar. Këtë gjë e ka pas në strategjinë e vet edhe Amerika, që ka synuar që të ekzistojë një Evropë e qetë, e bashkuar, dhe pjesë së cilës gjeografikisht, historikisht dhe gjeografikisht e shpirtërisht jemi dhe ne, që ndryshe quhemi Ballkan, po më saktë akoma quhemi Evropa jug lindore. Në këtë Evropë jug lindore është edhe kombion. Kombion që nuk arriti të bëhet komb shtet. Edhe që në këto procese si thuaç është edhe ai në kërkesën e vet të natyrshme, në të drejtën e vet të natyrshme, që të krijojë familjen e vet, të krijojë kombin shtet, ashtu siç e kanë krijuar gjithë popujt e tjerë të Evropës, që shkojnë tani të përfaqësuar në identitetin e tyre
kombëtar në kontributet të tyre me historinë, me traditat, me kulturën, me gjuhën e gjithçka. Dhe Evropa krijohet kështu si një mozaik, Duhet edhe ne shqiptarët të jemi një mozaik në këtë strukturë, si thua, të Evropës. Mirë po, procesi jonë i krijimit të kombit shtetë, edhe pse ka një histori shumë më të gjatë, shumë më të hershme, po themi prej 2 shekush, në mos edhe 1 shekull e gjysmë, që nga lidhja shqiptare e Prizrenit, të gjitha përpjekjet dhe luftrat që ka bërë populli jonë nuk janë kurorzuar, nuk janë konsoliduar në krijimin e kësaj njësie që quhet kom, edhe që pak a shumë popujt e tjerë e kanë gëzuar dhe e gëzojnë. Atëherë këto luftra dhe këto përpjekje janë bërë të pamundura për arsyet historike që dihen, po ne themi shkurt që historia për ne ka qenë njëjtë. Domethënë, këtu kombi jon, duke mos patur mbështetjet e duhura politike të fuqive të mëdha, ato vanë edhe i hynë në hak kombit ton, e soptuan, ndërsa ai bënte përpjekje për të bashkuar, po themi që nga, mos themi më herë, që nga lidhja shqiptare prezente këte, fuqitë e mëdha ndërhyjnë dhe i bën një prerje të rëndë, një prerje të themi anatomike të kombit, një prerje të dhimbshme, që si thua këtej lanë shtëpitë edhe bagtitë dhe ma ta kufit lanë trojet edhe livadet. Kështu që gjatë gjithë kufrit u kryua kjo ndarje, pa arritur që ne ta gëzojmë të kënaqemi si kom. Atëre erdhi koha dhe dita sto që të dyja këto për ne, për popullin shqiptar, për shqiptarët, të vinë paralelisht. Tani çështja shtrohet. Do ta lëmë çështjen kombëtare në mëshirën dhe rrjedhën e integrimit evropian, apo duke ja bërë shërbimet këtij integrimi, duke synuar për integrimin evropian, duke synuar për plotësimin e standardeve dhe të kërkesave, domethënë, të atyre vlerave që kërkon kjo familje evropiane, të mos lëm pas dore, po përkundazi t'ja bëjmë hizmetin intensivisht edhe çështjes së integrimit kombëtar. Kjo është çështja. Apo do të him, si thua, sopa. Shqiptarët e Maltëzi me Malmezi, shqiptarët e Kosovës me Kosovën, ata të Serbisë, Serbia ka dhe Krajina që i ka në Republikën e vet me Serbinë, ata që janë në Maqedoni me Maqedoninë, edhe Shqipëria jonë si Shqipëri. Kjo është çështje madhore, është çështje jetike. Domethënë, nëse ne duam të përfaqësojmë diçka në Evropë, ne duam identitetin tonë dhe identiteti tonë është si kom. Pra, synimi për të kërkuar integrimin kombëtar, për t'i dhënë përparësi integrimit kombëtar, nuk është një luks, nuk është një dëshirë romantike, por është një problem jetik për të hyrë denjësisht në këtë bashkësim. Se politika zyrtare, sikurse edhe një pjesë e opinionit shoqëror, thonë, mos u lodhni, mos humni kohë dhe energji për bashkim kombëtar. Në Evropën e Bashkuar nuk do të ketë kufi dhe ne shqiptarët atje, kudo që jemi, si do që jemi, automatikisht do të quhemi një. Pra, të vemi kështu pjesë, domethënë edhe kjo pikë do e mos përbën një temë më vete për ta demonstruar e argumentuar, por që të presësh fatalisht rezultanten e paralelogramave të interesave që krijojnë këto fuqitë, më thënë edhe fqinjët tanë, fuqitë ndërkombëtare, është një gjë, dhe është diçka krejt tjetër që të konsolidosh shtetin kombë dhe të krijosh identitetin tënd, edhe të plotësosh ato kritere ekonomike, politike, kulturore, ligjore, të ato standarde që kërkon bashkimi evropian. Le t'i konkretizojmë që këto dy ide, dy procese që na takojnë ne, që i kemi ne në rendëdisë me Kosovën. A është Kosova e integruar? Sot po flitet, po bëhen negociata për statusin e Kosovës. Cila është kjo Kosovë? Kjo Kosova aktuale nuk është Kosova historike, sepse trojet
shqiptare, mbasi u ndan ashtu si u ndan padrejtisht nga konferenca e ambasadorëve në Londër, për të cilën ndarje ministri i jashtëm anglez Eduard Grey tha, historia do të na gjykojë për këtë padrejti që po i bën këtij kombi, ka thënë. Pra, nëse do ta lëmë këtë në këtë ndarje që ju bë, ka bërë një ndarje të tjera vetë famkeqja federat. I ka marrë troje shqiptare dhe për të akomoduar, për të kompletuar Republika Slave, i ka dhënë Malit të Zi, i ka dhënë Serbisë, i ka dhënë troje shqiptare dhe shqiptar Makedonisë dhe ka lënë një Kosovë të shtuar Republikë, Krajina Autonome, Republikë nuk e bëri, kombin e tretë, domethënë, në Jugosllavinë federat nuk e bëri Republikë, e ka lënë të tillë sepse nuk mund ta suptonte më tej. Pra, Kosova aktuale vetë nuk është e integruar, nuk ka pjesët e saj, nuk ka gjymtyrët e saj. Sepse për rreth kufirit e marrë që nga Urqimi dhe Tivari, Plava e Gucia, Novi Pazar, Sanxhaku i Novi Pazarit kupton, e Toplica, e vim më poshtë, janë Medvedja, Presheva dhe Bujanosi, janë pjesë, janë troje shqiptare të coptuara, ta hallakatura nga vetë federata, për hesapet e veta. Pra, vetë Kosova nuk është ajo Kosova historike. Nuk është Kosova historike, me tërë këto krajina që me Plavë e Guci, kupton, me Tetove, me Kërshove, me Kostivare e tjera. Kështu që ky coptim i takon Beogradit dhe Beogradit në këto bisedime, me qenë se është shtuar dhe shturur në Triest, se në fakt Beogradi u thirr në rrugën diplomatike para luftës. U konsumuan mjetet politike dhe diplomatike para luftës. Nuk ja doli mban diplomacia dhe politika ndërkombëtare që të mbushje mendjen. Krisi Pushka e UÇK-s edhe NATO-ja. Atëherë kur e merr fjalën Pushka, unë do kujtoj këtu në fjalët e idenë, domethënë e shprehur publikisht nga shkrimtari ynë Tasim Aliaj, Serbia tani duhet të risus në tërë këto padrejti deri në çfarrosje, në masë të grave fëmijëve e pleqjet duhet të risus sepse e drejta është e jona, edhe fitoria është e jona e padisur. Ndërkohë, po supozojmë që faktori ndërkombëtar e ka futur Serbinë në diskutim për të matur, për të testuar, domethënë se sa i ka ashtu ato kthjetrat, i ka prerë ato kthjetrat e hegemonizmit edhe të epsheve të koloniale në këto troje, apo është demokratizuar. Faktet tregojnë se Serbia zyrtare nuk është demokratizuar. Presidentin e çon ish presidentin e çon në gjykin e Hagës edhe vetë vazhdon të ashton. Kryeministri aktual për kortezi kërkon i vete për pashk, kërkon të vej për pashk në kisha në manastire ashton, kisha serbe tepër e politizuar ashton e quan të pa pranueshëm. Domethënë këtë gest fisnikërie, këtë gest bojarie, Serbi dhe Beogradi nuk do që ta nuk do që ta pranojë. Çfarë do që ta shton vetëm dhe në autonomi maksimale të tipit evropian. Një lloj fjalësh, domethënë që ashtu. Ku janë pra të drejtat e Kosovës, po se po vetë këtyre vendeve të Sanxhakut. Në shqiptarët e Sanxhakut kanë bërë referendum në 92-shin para 14 vjetë që të bashkohen me Kosovën. Ku janë këto, domethënë, ata në Sanxhak dhe në Tropis janë kthyer në Muexhir, janë shkruar genocidit, siç edhe kanë ato tapit e pronave, siç i kanë edhe pjesa jonë e çamve, domethënë në trojët e tyre anëtare në Greqi. Këto gjëra i duhet thënë jo vetëm ndërkombëtarëve, domethënë kjo histori e shqiptarëve pjesë në çdo familje, në çdo njeri, edhe në çdo krajin. Dhe jo të dëgjohen lakmit e Serbit, autonomi domethënë maksimale, domethënë standarde evropiane.
nuk do të heqi nga sistemi kolonial dhe nga ato, nuk do që çdo të heqi dorë Serbi. Po të vazhdoj profesorin, do më falni profesor. Ju lutem. A ka një lidhje të brendshme midis këtij integrimit europian dhe integrimit të brendshëm? Në kontekstin e përgjithshëm të kësaj që parashtroi profesor Hako këtu, ne kuptojmë se të gjitha përfundimet historike për historinë e dhimbshme dhe tronditse që ka kaluar kombi shqiptar, të gjitha këto përfundime vlen edhe për sotmen, po vlen edhe për të ardhmen. Historia jon aq sa është e lavdishme, po aq është e dhimbshme, është tragjike, është e hidhur dhe ka pasur në rrjedhën e saj edhe momente rëndëqetëse. Këto të konstatuara deri në kohët e sotme moderne. Shqiptarët në historinë e tyre kanë ndjerë mbi vete persekutimin, e kanë ndjerë mbi vete dhunën, kanë ndjerë mbi vete atë coptim të papar ndonjëherë, e cila do thënë është një realitet i prekshëm sot në të gjithë hapësirën shqiptare. E kam thënë dhe një herë tjetër dhe është fakt që vetëm 1/3 e hapësirës shqiptare ndodhet brenda shtetit administrativ, ndërsa 2/3 janë të coptuara në 4 shtete të tjera. Kjo është një fatkeqësi e cila është prezente dhe kërkon, do thënë, rrugëzgjidhjen e saj. Në këtë aspekt, unë do të thosha që gjithë konteksti historik për mos të bërë do thënë, hyrjes në histori dhe të mbetemi me historicizmin, gjithë konteksti historik na jep të drejtën që të mendojmë se sot është koha për ndryshim, që mbi bazën e filozofisë së bashkimit kombëtar, ne, do thënë, kombi shqiptar, populli shqiptar, politika shqiptare, gjithë institucionet shqiptare, kudo që janë, të parashtrojnë me argumente shkencore, të parashtrojnë hapur me vullnet politik, me këmbgulje, të gjitha ato kërkesa që shtron filozofi e bashkimit kombëtar. Tani historinë e morën vesh. Atëre, çdo të bëjmë sot dhe për të ardhmen në mënyrë që edhe ne si gjithë të tjerët të shkojmë në Europën e Bashkuar, po jo të coptuar në 5 shtete, por me një integrim të brendshëm, me një bashkim të brendshëm mbar kombëtar dhe me dinjitet në familjen e madhe europiane. Në këtë kontekst, edhe tema e bisedës që bëjmë sot është mjaft origjinale dhe e prekshme. Ne dëgjojmë shpesh në biseda të lira, në kontakte që kemi me njerëz të thjesht, me shok, edhe deri në nivelin akademik, që janë, si thuash, molepsur, do ta them në një fjalë të tillë, ndoshta mund mos jetë e përshtatshme, me teorinë e integrimit, sepse ço që quajmë këtë teori integrimi. Pra, duke shpresuar për rrugën e Europë, gjithë potenciali intelektual shkon në mbështetje të kësaj teorie, sikur kjo të jetë, do të thënë, gjithçka tjetër. Nuk është kështu. Për ne teoria e integrimit ka vlerat e saj pozitive, sepse Europa në pjesën dërmuese ja ka shijuar, do të thënë, anë të veta pozitive kësaj teorie e integrimi. Por sot ne jemi të ndërgjegjshëm dhe shikojmë me sy analitik që Europa në të njëjtën kohë po shijon edhe elementet negativ që ka kjo teori integrimi, të cilat po shfaqen hapur dhe në një farë mënyre tregojnë që vetë ideatorët e kësaj teorie nuk i kanë parashikuar gjitha gjërat saktë. Pra ka element, në qoftë se marrim tërsinë e integrimit, a ekzistojnë element, faktor të integrimit? Ndoshta do ta trajtoj pak më poshtë, por në këtë kontekst do të thosha që në aspektin e qëndrimit europian, të politikës europiane, duke synuar që të gjithë vendet e Europës juglindore, të Europës lindore, të integrohen në bashkimin evropian, pra të kenë rrugën e hapur që të bëhen pjesë e kësaj bashkësie, duhet që patjetër në bazë të kushteve dhe kërkesave të plotësojnë një seri standardesh, të cilat ndoshta janë të domosdoshme për të arritur në parametrat e tyre që të hapet kjo rrugë dhe ne vërtet të integrohemi në. Por shikojmë që e kam përsëritur dhe në emision e parë, nuk mundet që të operohet në të gjitha këto vende me standarde dyfishta. Ky është një gabim, do të thosha, trashanik në aspektin e vlerësimit të të gjitha potencialeve, por dhe të gjitha të drejtave njerëzore, të drejtave kulturore, të drejtave humane, gjithçka tjetër që gëzon çdo komb si dhe kombet e tjera në Europë. Pra, në këtë aspekt, duke parë në këndvështrimin e këtij grup shtetesh që aspirojnë për të futur në Bashkimin Evropian,
unë do të thosha që, dhe e kanë thënë dhe të tjerë, që Ballkani është hapësira më problematike. Pse? Sepse ka një arsye shumë madhore, për të cilën politika europiane që synon të realizojë teorinë e integrimit, duhet të jetë paksa më e vëmendshme. Dhe pse jo të marrim masa, do thënë, më konkrete për të zbutur të gjitha ato element negativ, do të thosha, që e bëjnë Ballkanin problematik në çështjen e integrimit. Pse? Ka probleme ekonomike në aspektin e zonës së zhvillimit, por mbi të gjitha ka probleme të pazgjidhura etnike. Çka të frymëzuara sipas kombeve përqendrimet që kanë mbajtur nga fryma e nacionalizmit ose e nacionalizmit agresiv, ka shkaktuar probleme të tilla që dhe në kohët moderne i kanë shkaktuar një kokçarje shumë të madhe vetë politikës europiane, që e servir këtë teori integrimi, vetë politikës dhe diplomacisë botërore. Në shekullin modern dhe në fillimet e shekullit të ri, të kesh hapësira lufte në mes të Europës, ku Europa ka 62 vjet që e ka harruar luftën, kjo nuk ka vend të ri. Dhe pse? Sepse këtu vepron pikërisht nacionalizmi agresiv për të gjitha kërkesat mbi baza etnike që kanë të gjithë të drejtën të gjithë kombet. Ashtu si kundër ka Maqedonia, Maqedonasi, Bullgari, po një të gjë ka dhe shqiptari. Kombi shqiptar, po të një të gjë ka dhe malazës, të cilët edhe ata e duan identitetin e tyre kombëtar, prandaj dhe kërkohet të bëhet një referendum që të shkëputen përfundimisht dhe të futet në arkivolin politike, kupton, ish federata e famkeqe e Jugosllavisë. Pra, edhe elementi fundit i mbetur etnik i saj kërkojnë që të gjejë rrugë zgjidhje. Pra dhe malazës të kërkojnë flamurin e tyre, kërkojnë identitetin e tyre kombëtar. Po mirë, atëherë të kthehemi konkretisht. Po shqiptarët pse të jenë të privuar nga kjo e drejtë? Në qoftë se do të vi puna që të ketë një rezultat pozitiv të referendumit midis Serbisë dhe Malizisë për ta prishur këtë union famkeq, mbetjen e Jugosllavisë, atëherë a do të jetë ky një ndryshim kufish politik? Sigurisht që po. Në qoftë se do të pretendohet që të jepet pavarësia me sovranitet, do thënë Kosovës, në kufijtë e saj politik, a do të ketë ndryshim të kufive, sepse realisht është një shkëputje juridike nga Serbia. Po, pse duhet pranohet vetëm çështja e Kosovës dhe e Malit të Zi dhe të mos mendohet dhe për drejtime të tjera? Sigurisht, të gjitha gjërat nuk zgjidhen në një kohë. Dhe ne këtë e dim. Por, të kthehemi përsëri tek teoria e integrimit. Brenda teorisë së integrimit ka mjaft element, do të thënë, të çintegrimit. Unë do të jap një rast shumë konkret. Bëhet kushtetuta e Bashkimit Evropian, Franca, një nga shtetet më të fuqishme të boshtit të zëmrës së Bashkimit Evropian, e edhe poshtë. Holanda e edhe poshtë. Dhe dalë se si do të jetë fati i saj në Angli apo diku tjetër. Pra, ky është një tregues real që brenda për brenda Europa në aspektin e teorisë integrimit nuk i ka zgjidhur mirë të gjitha problemet edhe për veten e saj. Në këtë aspekt, imponimi i standardeve të dyfishta në hapësirën e Ballkanit, dashur pa dashur, e ka kthyer Ballkanin në një vrim të zezë, në një delje të zezë. Dikush tani do të vazhdojë të thotë që po përsëri ka mbetur fuqi barodi sepse 3 luftra që u zhvilluan nga 95-a deri më vonë janë të mjaftueshme për ta menduar këtë, dhe ende situata nuk është stable në aspektin e sigurisë. Pra, të gjitha këto standarde dyfishta nuk janë, si thua, ato parametra që ka vetë teoria e integrimit për të gjitha shtetet që aspirojnë për të futur në Bashkimin Evropian. Ne do të shikojmë një fakt të thjeshtë. Po t'i vësh veshin, janë futur në Bashkimin Evropian 10 shtete së fundit. Dhe 10 shtete pothuajse janë në një vit të drejtë. Nga Lituania, Estonia, Letonia, Polonia, Çekia, Hungaria dhe zbresin poshtë në Kroaci. Atëherë, ç'është ky kufi ndarës midis Europës me këtë linjë shtetesh dhe pjesës tjetër lindore? Ka një problem që nuk mund të shikohet në mënyrë të njëanshme. Sepse të gjithë shtetet aspirojnë, dhe Shqipëria aspiron që të futet në Bashkimin Evropian, por nuk mund të futet kombi shqiptar në Bashkimin Evropian i coptuar në 5 shtete, sepse po të marrim realisht kombi shqiptar dhe vetë Shqipëria është në Europë. Po me sa kuptojmë, politika europiane ende nuk dënjon që të jetë realisht dhe ngulur me këmbë në tokë në Shqipëri. Juve, përfaqësoni edhe sekretari një shoqat që ka
një simbol, arfëmëria shqiptare. Kjo shoqat, në të rësite me kolegët tuaj në frontin e përbashkët për çështjen kombëtare, çfarë veçantë keni ju dhe çfarë mund të shtoni për në vijim të dy sotërime? E kam trajtuar dhe në një emision të mbarshëm në studion televizionit tuaj Apollo, shoqatën Ardhmëria Kombëtare Shqiptare, e cila ka një mision të saj historik, sikurse edhe shoqata Simotra, që është ajo që tha dhe profesori, çuarja përpara e ëndrës së Rilinda Zvetan. Krijimi i kombi shtet. Dy shoqatat përputhen në program, në statut, pothuajse ajo që na bashkon është çështja kombëtare. Pikërisht. Duke dashur jo të mbështes, por duke dashur të forcoj ato që tha profesori dhe doktori njëkohësisht, do ndalesh ai moment për sa i përket integrimit të Shqipërisë në Europë. I pyetur kohë më parë ish kryeministri Nano se si do të zgjidhej çështja Çame, ai do deklaronte çështja Çame do zgjidhet në kuadrin e europianizimit të Ballkanit. Kur Ballkani nuk mund të europianizohet pa u krijuar shteti shqiptar, shteti i vërtet shqiptar. Sepse vendet fqinje, siç janë Serbia dhe Greqia, na kërkojnë atë që s'u kemi dhe nuk na japin atë që na kanë. Detyrimisht pa u krijuar shteti shqiptar, tamam, dhe Shqipëria nuk mund të hyjë në Europë. Dhe nuk mund të europianizohet për vetë faktin sepse neve jemi një kombi madh. Sot paktën Kosova pothuajse është e pavarur, edhe pse de jure akoma, por është e pavarur, realisht, sepse fitoi pavarësinë e saj me gjak. Çështja Çame gjithashtu është një çështje e cila nuk mund të mbulohet. Nuk mund të mbulohet. Dhe nëse Shqipëria do të futet pa këto troja në Europë, supozojmë se nesër Europës apo një shteti të fuqishëm të Europës ju prish mendja dhe hapi një luftë tjetër. Tu hapi luftë europiane, u shpërbëj Europa, Shqipëria do të ngelet shteti politik shqiptar që sot, nëse do të hyjë pa trojat e saj etnike. Dhe s'mund të ketë një europianizim të Ballkanit apo një Shqipëri të europianizuar pa u bërë një komb shtet. Në këtë kontekst them se angazhimi i gjithë shqiptarëve, gjitha shoqatave, e qeverisë shqiptare, i shtetit shqiptar, duhet të ishte në nivelin e duhur. Ka munguar herë dëshira, aq më tepër po të kemi parasysh në marrëdhënien me Greqinë, qeverisjet shqiptare kanë pasur gjithnjë tendenca për të pasur marrëdhënie të mira, pa hyrë në problemet e çështjes kombëtare. Po të shikojmë, për sa i përket çështjes Çame për shembull, pati një tendencë të mirë në fillimet e viteve të para demokracisë nga qeveria e Partisë Demokratike, u la në mes, kuptohet, u arrit deri në krimin e komisionit dy parëshe për verifikimin e pronave të Çameve nga dy palët. Gjithnjë kuptohet sepse qeveria shqiptare në atë moment bëri presion ndaj kësaj çështje, ndaj qeverisë greke. Pra, i kushtozoi deri në farmase marrëdhëniet e Shqipërisë me Greqinë, edhe pse Shqipëria në atë moment ishte një shtet i dobët, relativisht i dobët, dhe nga ana ekonomike, nga mbështetja politike ndërkombëtare, përsëri pati kurajën ta bënte këtë gjë. Nënshkruhet një traktat miqësie që mua dhe një mirë të pyesësh them që ka defekte të mëdha për sa i përket çështjes kombëtare dhe çështjes Çame, sepse unë jam i bindur që Greqia nuk mund të nënshkronte një traktat miqësie me Shqipërinë duke pasur brenda çështjes Çame. Edhe pse flitet shpesh që në nënin 15 të traktatit miqësisë çështja Çame është nënvizuar si çështje që kërkon zgjidhje, në nënin 15 flitet vetëm për pronat e shqiptarëve në Greqi, që nuk kupton. Pronat shqiptare në Greqi, pronat shqiptare nga Korça, nga Gjirokastra, nga Shkodra në Tirana, apo ku diun për shembull dyqane, objekte, toka të ndryshme etj. Nuk zihet fare në gojë çështja Çame. Prona e shqiptarëve të Çamërisë në Greqi. Ndërkohë që nëse do të kishim në traktat miqësisë një gjë të tillë, Greqia nuk do tjetërsonte para pak muajsh, nuk do të bënte tjetërsimin e pronave të Çameve nëpërmjet prokurorisë së saj të përgjithshme. Pra, shumë pa kohë më parë. Ju e dini që pati një vendim të prokurorisë greke për tjetërsimin e pronave të Çameve. Kështu që bie ndesh me atë çfarë është serviru shqiptar në traktatin e miqësisë. Aq më tepër pasaj që precedenti më i madh është sepse Greqia mban ende ligjin e luftës me Shqipërinë. Edhe pse ata deklarojnë që është një relike, hiqe nëse është relike. Si ka mundësi një vend i Bashkimit Evropian, antar në NATO, në Këshillin e Europës, ka një ligj lufte. Ende sot e kësaj dite, ndërkohë me një shtet që kërkon të integrohet, futet NATO, futet Bashkimi Evropian, siç është Shqipëria.
Pra, kemi probleme të cilat neve duam, s'duam, i kemi... Më falë një sekundë, profesor, doktor, ka ligj lufte. Ushtarët grek kemi në Shqipëri. Atëherë neve de facto jemi të pushtuar nga grekët. Se kur ka një ligj lufte të këmë ushtarit të huaj, me të cilin të ke ligjin e luftës, se doktori është ushtarak karriere, kuptoj që ne jemi një vend i pushtuar nga grekët. Pra janë disa probleme të cilat ne duhet t'japim zgjidhje dhe meqense në valët e televizionit Apollon na dëgjon pjesa dërmuese më e madhe e popullsisë shqiptare të Çamërisë, unë do ta faktorizoja me një diçka të thjeshtë. Po marr partinë që është krijuar, partinë do të thonë Çame. Partia për drejtësi dhe integrim. Brenda këtij termi, që do të thonë emërton partinë, përmbledhen dy fjalë, dy do të thonë terma kryesore, drejtësi, integrim. Po dalim tash te teoria e integrimit që kemi, do të thonë, trajtes të këtij, do të thonë, emisioni. Do të shikoja që në atë stemën që ka zgjedhur kjo parti ka një simbolik, një degulliri, e cila ka atë kërcellin kryesor, ka 4 kokra, ulliri dhe ka 8 gjelbër. Pra ka një domethënie, ka një simbolik. Trungu, am, 4 kokra janë 4 vilajetet që përbëjnë Shqipërinë reale, dhe 8 fletët janë 8 pjesë që kombi shqiptar është i coptuar sot, e kupton, nën shtetet e tjera. Rrotull shtetit administrativ. Pra vetë simbolika e kësaj partie është domethënëse. Tani po hidhem tek dy termat që përfaqëson, do të thënë, emërtimin e kësaj partie, drejtësi dhe integrim. Popullsia shqiptare Çamërisë kërkon drejtësi. Për atë genocid, për atë që ka, do të thënë, i rezervoi historia nën shovinizmin ekstremist grek. Kërkon drejtësi. Dhe që të vendoset drejtësia në vend, gjithkush e di se çfarë duhet bëhet. Janë thënë e janë stërthënë të gjitha, por shikojmë që bie në vesh të shurdhët. Si në politikën zyrtare të Republikës Shqipërisë, aq më keq në qëndrimin e qeverisë dhe të politikës zyrtare greke. Marrim problemin tjetër, ajo do thënë ka termin integrim. Po dalim te teoria e integrimit. Një parti e një popullsie që mbart mi vete një genocid dhe pasojat e saj deri në ditët e sotme kërkon të integrohet. Pra, gjithë popullsia shqiptare Çamërisë ka kuptuar dhe kupton që me këtë rrugë ajo nuk kërkon ndryshimin e kufive. As ne nuk jemi për ndryshimin e kufive. Por integrimi i kësaj popullsie në shtetin e vet, si shtetas grek, me kombësi shqiptare, me të gjithë të drejtat që u takojnë, duket se vetë partia që përfaqëson këtë popullsi kaq të madhe, që është mbi 220.000, mos nëse gabojmë korrigjo, pra dhe që është organizuar në shoqat, që është organizuar në një parti që ka një institut të çështjes Çame, i ka bërë të gjitha për t'ia thënë politikës vendase këtu, politikës së shtetit grek dhe politikës së Bashkimit Evropian që ne jemi për drejtësi dhe për integrim. Atëherë, pse nuk duhet na dëgjohet fjala? Pse ne nuk duhet të kthehemi në trojet tona anëtare? Ne jemi shtetas grek të përzën në kohën e 44-s, 45-s. Shtetas grek me pasaportë greke. Që ka dhe sot e kësaj dite. Dhe ligji i luftës nuk ka popullsinë Çame, sepse është ratifikuar në 1920. Është problem tjetër. Atëherë, pse unë nuk duhet të kthehem në tokën time, ku kam varret e të parve, ku kam pasurinë time, ku kam vendin që kam lindur? Kush ma pengon këtë? Unë nuk po kërkoj që të ndryshohet kufiri dhe Çamëria sot për sot të futet në hapësirën e shtetit administrativ shqiptar. Por që të mos kthehet kjo popullsi, që të mos jepet e drejta, dhe të mos krijohen hapësira dhe të mos ketë vullnet politik që kjo popullsi të shkojë dhe të integrohet në jetën e shtetit grek, në trojet e veta, pra kjo është padrejtësi. Kjo është mungesë e drejtësisë, mungesë totale dhe nuk është se çështja Çame nuk është shtruar. Ajo është shtruar hapur, ajo është shtruar, do të thënë, me zë të lartë, ajo ka një dosje, është futur dhe në rrugë juridike, gjithçka është bërë. Por mungesa e vullnetit politik bën që çështja Çame, do të thënë, sot për sot nga shteti grek të konsiderohet çështje e mbyllur. E tha
zoti Ramiz më përpara, edhe unë po e them. Asnjëherë nuk ka për të mbyllur çështja Çane, derisa ajo të zgjidhet përfundimisht. Le të pretendojë shteti grek kush të doj. Pse? Sepse ajo është një drejt historike e patjetërshme dhe popullsia çame do vej të gëzojë ato drejta që i takojnë. Çështja e kufive është çështje tjetër. Nëse në teorinë e integrimit, kufit kthehen në kufi formal, marrin anën e tyre formale, atëre le të integrohet popullsia shqiptare çamërisht të trojet e veta anëtare dhe ai kufiri midis Shqipërisë dhe Greqisë të marrë vlerat e tij formale. Siç pretendohet për kufirin midis Francës dhe Gjermanisë, midis Gjermanisë dhe Zvicrës, midis Gjermanisë dhe Polonisë. Atëherë pse të mos ndodh kjo edhe në kufirin shqiptaro-grek? Pra, është ajo që thash pak më përpara, punohet me standarde të dyfishta dhe kjo është fatkeqësia e këtyre kombeve që do thënë në këtë rrugë nuk i gjejnë dot të drejtën e tyre. Ka dhe një problem tjetër që lidhet po me shtetin grek. E tha Ramizi pak më përpara, ekziston një ligj absurd lufte, por nuk është problemi se këtë ligj lufte nuk e heq dot Greqia apo nuk e shfuqizon dot parlamenti grek. Ndoshta mund të ketë një vullnet politik, por unë e them me plot gojën që në aspektin e teorisë integrimit dhe të qëndrimit që mban politika konservatore europiane ndaj kombit shqiptar në tërësi, nuk do në Europa që të hiqet ky ligj lufte. Sepse nëse do të ketë vullnetin e mirë politika europiane që ta shfuqizojë këtë ligj lufte, këtë ligj absurd, atëherë nuk ka se si vetë shteti grek që është pjesëtar i NATO-s dhe i Bashkimit Evropian dhe që i ka firmosur të gjitha marrëveshjet, mos e shfuqizojë këtë ligj. Pra, absurditetet të tilla që ekzistojnë në marrëdhëniet midis shteteve brenda Ballkanit nuk ka se si e kupton të krijojnë atë shtratë të ngrohtë, atë shtratë të mirë, ato marrëdhënie të mira që dhe kjo teori e integrimit të gjej hapësirën e vet edhe në Ballkan. Prandaj Ballkani mbetet rajoni më problematik i Europës për sa i takon çështjes së integrimit. Në këtë aspekt shoqata jonë dhe shumë shoqata të tjera, edhe shoqata që drejton zoti Ramiz, po dhe shumë shoqata të tjera që kanë në programin e tyre çështjen kombëtare, ne jemi të bindur dhe i shërbejmë filozofisë Bashkimit Kombëtar. Pse? Sepse këtu e shikojmë të ardhmen tonë. Dhe në aspektin e zbatimit të kësaj filozofie përballë kësaj teorie që ne do ta quajmë ekzistente, por me gjithçka negative që përpiqemi t'ia themi, se ka dhe të tjera, atëherë kësaj filozofie nuk ka se si ne të shkojmë në Europë nëse nuk do të realizojmë atë integrimin e brendshëm mbar kombëtar në të gjitha aspektet. Për shembull, më fal, Maku, ka televizion kombëtar. Televizioni Klan është televizion kombëtar. Edhe Arbëria. Televizioni Arbëria televizion kombëtar. Nuk ka strategji kombëtare. Nuk ka strategji të sigurisë kombëtare. Dhe atë term që kishte kombëtare, më përpara, qeveria që ishte ja hoqi dhe atë dhe e bëri strategji e sigurisë e Republikës Shqipërisë. Çfarë janë këto gjëra? Nuk pas ka strategji kombëtare dhe pas ka televizion kombëtar. Në disa aspekte ne duhet i referohemi pak sa aktiviteteve në fushën e kulturës. Pse? Sepse kemi parë që gjithçka që organizohet në momente të caktuara, përfaqësia është nga të gjithë hapësirat shqiptare. Kjo është një gjë e mirë. Po pse të mos ndodh kjo edhe në fushat e tjera? Pra, shikoj se pas ka shtigje, pas ka hapësira, pas ka rrugë që kjo punë të bëhet gradualisht dhe të ketë integrim ekonomik, integrim kulturor, sepse kemi një gjuhë, kemi një identitet, kemi një kulturë, pra, të krijohen këto mundësi, sepse integrimi brenda i gjithë hapësirës mbar kombëtare shqiptare nuk është gjë tjetër veç se një shans i mirë për Ballkanin dhe për vetë politikën europiane. Me shqiptarët mund punohet shumë mirë. Me shqiptarët mund punohet dhe të ndihesh kënaqësi nëse atyre do t'u japësh të drejtën. Padrejtësia gjithmonë i ka revoltuar. Doja të vija pak në lëvizje mendimin e profesorit. Ja, po ju lutesha. Atëherë, po supozojmë për një moment që po ecim paralel. Kemi integrimin europian edhe ju shtroni problemin madhor tuaj kombëtar. Atëherë, sikur të eci në kohë, nënkuptohet sepse po punohet, ne dimë dhe platformat qeveritare, po punohet për integrimin europian. Pavarësisht se çështje që trajtoni, po punohet. Madje kemi dhe një parti që i thonë Lëvizja Socialiste për integrim, e kanë programet e tyra, po i lëm partit.
por po ecim frontalisht drejt këtij integrimi. Tash në të njëjtën kohë po ecni dhe juve, atëre në çfarë ritme duhet të ecni juve që nëse do të vimeni një kufi kohor, po e zëm për një moment 2010-2015. Ose mund të afrohet, ose dhe mund të largohet. Atëre si do të eci ky fronti juaj? A mund të ecin, si do të ecin që nëse do të arrihet qëllimi juaj që në një kufi kohor të caktuar të jenë të përputhura të dyja këto çështje. A mund të ndodhin? Atje synohet, ju kuptova drejtë, po në vazhdim të asaj idesë standardeve që aplikohet, desha të kujtoja një detaj. Ndërkombëtarët ose Evropa i vë tani një kusht Kosovës që është në rend të ditës, i vë kushtin që të jetë e pavarur, që është e pa diskutueshme domethënë, po të mos bashkohet as me asnjë, as me Serbinë, as me Shqipërinë. Kjo, ç'do të thotë kjo? Ç'gjuhë është kjo? Është demokratike, është humane, është, përse do t'i vënë këtë kufi, domethënë si atyre të arrestuarve në shërbitje që e thonë. Përse i duhet vënë Kosovës këtë? Kosovës i duhet dhënë pavarësia, kjo është e drejta e saj. Dhe pastaj do apo s'do të bashkohet është vullneti i popullit të saj. Janë dy nga ato gjethet sa i vjen zoti Sulejman? 8. Janë 8. Tash po flasim për dy gjethe. Kemi edhe 6 dy gjethe. Pra është punë, është dëshirë e saj dhe nuk mund t'ia vëj Evropa akoma me ato kritere, ato me kufizim, me kushte. Ajo Evropë që qartë, ju ngrini zërin që të dëgjohet kjo. Ne ngrëm zërin. Dhe ne, në fakt, jemi në një oponencë në kushtet e një sistemi demokratik, të lirisë të fjalës, të shprehjes, të vullnetit, të mendimit, ne jemi në një oponencë me politikën zyrtare. Ne i themi politikë zyrtare merre në dorë këtë çështje, sepse nuk është një gjë domethënë kështu gjë rastësishme ashtu, po merren në dorë, përgjigju i themi ne politikës zyrtare, politikanëve tanë, përgjigju asaj që ke vënë në preambullën që kemi në preambullën e kushtetutës, domethënë aspirata shekullore për identitet dhe bashkim kombëtar. Përse e ke vënë këtë i themi ne politikës zyrtare, ke vënë për formalitet ashtu. Atëherë ju doni që të fitojnë këto ritme? Ne duam që atë frontin e parë të arrijë kjo të bashkohet të jemi një si pikë. oponencë, si presion patjetër, bile, nuk duam që të vëmë në një kopër, ne duam përparësi, pa ignoruar proceset edhe standardet e integrimit evropian, ne duam që të realizojmë integrimin kombëtar. Kur të bëhet ajo, thonë juve, ajo ditë e shenjtë, tjetë bërë dhe kjo e jueja, pra, në një misioni më tepër është të vihet në lëvizje mekanizmat e politikës shqiptare. Sepse unë shikoj kote fundit fal profesor, dy deklaratat e fundit të ministrit të jashtëm kanë qenë shumë të mira, ama më kanë emocionuar. Në Rusi për shembull shpreh pastër dhe hapur, mos harrojmë që Rusia është një mbështetës i fuqishëm i Beogradit. Apo në një moment tjetër në Këshillin e Evropës është shprehur përsëri pastër për pavarësinë e Kosovës. Pra ne duam që politika shqiptare të funksionojë si mekanizëm i tërë rreth kombit, rreth flamurit kombëtar, rreth asaj na bashkon të gjithëve. Ky është gjithë misioni që ne kemi marrë përsipër. Në aspektin e vetëm një me dy sceni, profesorit të drejtës kombëtare që nga Shtetet e Bashkuara thot sot në gazetën Koha jonë, zero sovraniteti të Serbisë ndaj Kosovës. Një deklaratë jo vetëm atetare, po dhe shkencore dhe objektive, kupton, në këtë aspekt. Pra, do sovranitet do thotë që ta lësh këtë popull të marrë frymëlirisht, të jetojë në trojet e veta dhe të bëj jetën dhe organizimin dhe lidhjet si t'i vi atij më mirë. Në këtë kuptim, domethënë, ne synojmë që ta sensibilizojmë opinionin tolerancës ka marrë fund. Dhe mos të lëmë ne kemi qenë shumë tolerant. Aminopolitik. Jo, nuk mund të themi ne aminopolitik. Shqiptarët kanë qenë shumë tolerant në historinë e tyre dhe kanë paguar shtrenjtë tolerancën e tepruar. Ora tolerancës po merr fund. Nuk duhet më. Tashti kemi faktorin ndërkombëtar, edhe juve sigurisht keni platformën tuaj, kemi edhe faktorin e brendshëm, shtetëror, brenda Shqipërisë, brenda kufive shtetëror. Në qoftë se juve po punoni, po luftoni, po përpiqeni brenda një fronti të përbashkët, aq më tepër me unifikimin e shoqatave. Tashti
si është raporti midis punës që bëni ju brenda Shqipërisë edhe jashtë Shqipërisë, në dy kuptime jashtë Shqipërisë, zoti Suleman. Brenda mbar opinionit mbar shqiptar, edhe duke në kuptuar e dyta Europën, Amerikën e tjerë e tjerë. Domethënë duke kuptuar shtete, po duke patur parasysh atë faktorin, atë lobin, opinionin e madh mbar kombëtar kudo që jetojnë dhe punojnë shqiptarët. Shqiptarët në atë që kanë hequr dhe në analizat që kanë bërë dhe në pikën e mbritjes nuk janë aq sa të mos kuptojnë se kur ndon, do të thënë që kanë. Dhe sot ne e dim dhe kemi të qartë, këto janë përfolur shumë e janë analizuar edhe nga analistë ndryshëm në shtypin e ditë se gjithandej, që prezenca e kontradiktave midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, ndoshta për rajonin e Ballkanit është një pasojë që bie edhe mbi shqiptarët. Në tërësi nga publikimet që janë bërë, ekziston një frym pro-amerikane në tërësi tek shqiptarët, dhe natyrisht kjo është e ligjshme, sepse në konceptin dhe psikologjinë tonë është e thjeshtë fare. Ata që mbështesin çështje kombëtare, përderisa çështja jonë kombëtare është pika më e dobët, për ne ata janë miq të padiskutueshëm. Kush nuk mbështet çështje kombëtare, shqiptarët e shikojnë si kundërshtar. E thënë kështu kaq prerë, mbase nuk është në këto vlera, por faktikisht përderisa ekziston një frym pro-amerikane në të gjitha hapësirën shqiptare, veçanërisht në Kosovë, po dhe këtu pse jo, atëherë do të pranojmë që qëndrimi i shtetit amerikan ndaj çështjes kombëtare shqiptare e kuptojmë se është në nivele pozitive. Qofse Amerika del sot dhe pranon, zyrtarët amerikanë pranojnë që është më e mundshme pavarësia dhe sovraniteti i Kosovës, flet Amerika. Po nëse ne shikojmë që ka një luhatje në deklarimin e politikës europiane, duke e lënë akoma evazive, duke mos e përcaktuar qëndrimin e saj dhe duke i kërkuar Kosovës standardet më përpara, kjo nuk është e pranueshme, paktën për shqiptarët jo. Në këtë kuptim, përplasja që ndodh për arsye të ndryshme në zonën e Ballkanit, sepse aty u bën 3 luftra, ne kemi kuptuar që kjo politika shqiptare që të futet dhe të penetrojë midis dy elefantëve që përplasen, nuk është normale. Pra, duhet të gjejë rrugët e mundësitë që të mos futet midis dy elefantëve që përplasen, sepse ata po përplasen ata të shtypin. Atëherë, politika zyrtare e shtetit shqiptar, të cilën ne këto janë institucionet mandatuara dhe ne nuk kemi se si të mos i respektojmë dhe të mos, por është drejta jonë brenda ligjit shqiptar që ne t'i bëjmë oponencën me këtë grup shoqatash apo çfarë do lloj organizimi tjetër të shqiptarëve, t'i bëjmë oponencën për çështjen kombëtare që ajo të jetë shumë e vëmendshme në qëndrimin e saj. Pra, të dali zot interesave kombëtare, ti respektoj ato dhe ti ndjek hap pas hapi në mënyrë që ato të plotësohen shkallë mbas shkallë deri në arritjen e, pra duke dalë në këtë plan, do dilë edhe tek ajo pyetje që bët juve që nuk ka ndonjë afat kohor për çështjen e bashkimit kombëtar. Sepse ngjarjet historike janë rrjedhoja dhe pasoja të kontradiktave të dukshme dhe të padukshme, por ato mund të ndodhin, do të thonë në momente të caktuara kur ndoshta edhe ne nuk e presim se mund të ndodhin. Pra një kom nuk fle gjuhë. Ka faktor që e nxisin, ka faktor që e frenojnë. Në këtë aspekt ne nuk mund të themi që do ketë një afat kohor në çështjen e bashkimit kombëtar, por që bashkimi kombëtar i kombit shqiptar do të bëhet, ky është një realitet. Pra, duke e parë në kontekstin e përplasjeve dhe kontradiktave që ekzistojnë veçanërisht për zonën e Ballkanit, për shumë probleme të pazgjidhura që janë pezu, ne kemi kuptuar që ka miq, ka dashamirës, ka mbështetës, ashtu si kundër ka që i zvarrisin duke paragjykuar kombin shqiptar deri në kufijt edhe të anës religjioze. Politika konservatore europiane sot ka një defekt shumë të madh. Ajo kërkon të bëjë një paralelizëm midis politikës dhe së saj dhe kristianizmit, gjë që nuk është drejt. Pra, nëse në hapësirën shqiptare ka një besim fetar që dominon në çështjet e muslimanizmit dhe këtë ta lidhi me perandorinë e vjetër, e kupton, kjo është e gabuar. Ne shqiptarët jetojmë sot si çdo europian tjetër në vendin e tij,
edhe në vendin tonë në kohët moderne dhe kërkojmë që me punën tonë, me djersën tonë, me gjakun tonë, ta zhvillojmë këtë vend, të investojmë punën tonë këtu, të krijojmë kushte që dhe të tjerë të vinë këtu. Por cila është rezultantja e kësaj politike konfliktuale që ndodh realisht në shtetin administrativ shqiptar, që bota të mendoj se kur Shqipëria ka 60 vjetë, Republika e Shqipërisë që ka shtetin e vetë dhe këta si janë gjendje që të mbajnë dhe të bëjnë këtë shtet, ta forsojnë, ne do kërkojmë që të krijojmë një shtet tjetër në Kosovë. Pra ky lloj konfliktualiteti është i papranueshëm. E dyta, si dukuri negative e kësaj politike, do thënë servilizmi është i papranueshëm, klientelizmi është i papranueshëm. Politika europiane dhe vetë Bashkimi Evropian ka një lloj dashamirësie ndaj kombit shqiptar dhe në veçantë ndaj Republikës së Shqipërisë, sepse investon, ka donacionet e veta, ka investimet e veta, ka subvencionet e veta, por kjo politikë vendase nëse do të ndihet të paktën në 1/3 e saj me frymë kombëtare, duhet të sakrifikoj diçka nga kjo dashamirësi që tregon Europa ndaj Shqipërisë. Sikur do t'ju lutesha, sikur ta linim këtu, do të takojmë përsëri sot java. Pikërisht këtu Europa, se jemi brenda Europës, varet si konceptojmë atë, juve të të ne thoni, edhe të të vazhdojmë Europa dhe ne, ose më saktë, Europa dhe ne, Europa dhe ju brenda çështjes kombëtare. Sepse unë në fundit këtu jam një, si thosh, një katalizator, ju jeni përfaqësues kryesor të një çështjeje që e shtroni me forcë, tek e cila besoni dhe shikoni një të ardhme, jam i bindur ju shikoni një të ardhme të sigurt. Duke patur parasysh se edhe kohën dispozicion të këtyre programeve televizive gjithmonë e caktuar edhe tillë është jeta një mediaje. Juve, ju shoqe, sikur nuk e di, a kanë të bëjnë me bisedën këto? Sigurisht, kanë të bëjnë. Nëse kanë në një diçka që mund na e thoshit në një si në mbyllje, domethënë. Unë në kontekstin e përgjithshëm të bisedës, ndoshta duke u përpjekur të tre që të jemi sa më të thjeshtë dhe në mendimet që shprehim që dhe publiku i televizionit Apollon na kuptoi me gjuhën tonë të thjeshtë, do të thosha që po është e vërtet që Europa është prezente në këtë çështje me teorinë e saj të integrimit, të cilën kërkon po e ka planifikuar dhe në hapësirën shqiptare dhe kryesisht në shtetin administrativ shqiptar, ashtu si kundër dhe është dëshira, vullneti, mendimi, vetë ekzistenca e filozofisë për bashkimin kombëtar. Ne nuk e quajmë veten jashtë Europës. Në Europë jemi. Ne jemi pjesë e Europës. Dhe nuk ka rrugë tjetër për ne. Metropolet e Europës ne i dim. Parisi, Londra, Berlini, e kupton. Na ka një gjethe Europa në ato. Tani. Pra, në trungun e Europës edhe ne jemi një gjethe e kësaj dege dhe natyrisht por nuk mundet që të mendojmë kurse si që ne do ta anashkalojmë dhe do ta lëmë më njanë këtë Europë dhe do e kemi kokën për shembull, do mbështetemi tek politika amerikane. Qofse kuptohet shtrëmër, ajo absolutisht jo. Por ne duam që kombi shqiptar, si gjithë kombet e tjerë, të respektohet. Dhe në qoftë se është e thënë, dhe sigurisht është e thënë, që edhe ne të bëhemi pjesë e familjes europiane, të bëhemi po me dinjitet. Me dinjitet, me kokën lartë, si të barabartë midis të barabartëve. Dhe këtu shanset dhe rrugët janë. Kërkohet vullnet politik. Vullnet politik i dyanshëm. Por ne jemi në oponencë edhe ndaj politikës konservatore, që ndjek vetë Europa ndaj kombit shqiptar, por në të njëjtën kohë jemi në oponencë edhe me politikën zyrtare të shtetit administrativ shqiptar apo edhe të forcave politike në hapësirat mbar shqiptare, të cilët afërsisht kanë një natyrë, të cilët nuk mundet që të zvarriten në këtë forum, nuk mundet që të lënë më janë interesat kombëtare. Për shembull, Kosova, nëse shpallet shtet i pavarur dhe sovran, që unë jam i bindur që kjo do bëhet brenda 2006-s, do të thotë që këtu plotësohet në një shkallë plotësohet, do të thënë, një interes kombëtar madhor. Dhe pikërisht zgjidhja drejt e statusit Kosovës është piknisja
e asaj rrugë të mbar drejt Bashkimit Kombëtar. Është e padiskutueshme. Në këtë aspekt do thosha që askush nuk mund të luajë me ndjenjat dhe aspiratat e kombit shqiptar. Këtë do ta themi hapur. Do t'ja themi edhe miqve, edhe atyre që na duan, edhe atyre që na pengojnë dhe atyre që na kanë vrarë. Këtë në një farë mënyrë e thonë edhe si një mesazh për bisedën e sonte. Sigurisht. Të gjithë duhet ta kuptojmë se ende nuk është piku në një mekanizëm që ta kthej kohën mbrapa. Koha e së përpara dhe koha e së përpara dhe për shqiptarët, si pjesë e familjes madhe europiane. Ajo ka qenë dhe do të mbetet në dilemë dhe në udhkryq, pra çështja kombëtare shqiptare ka qenë dhe sot, do thonë, është aktualisht në udhkryq dhe do të mbetet edhe për kohë të tjera, përsa kohë shqiptarët nuk do të arrijnë që të përmenden dhe të kuptojnë se çfarë po bëjnë dhe për kë po bëjnë. Për kë po bëjnë. Historia e kombit shqiptar në të gjitha trevat ku buksi thon buk dhe ujit i thon uj, patriotët dhe njerëzit e ndershëm nuk duhet të lënë që çështja kombëtare shqiptare të përpëlitet në duart e amzak kastriotëve. Ky është një mesazh që duhet ta kuptojë çdo shqiptar i thjesht, sepse pikërisht këtu ai ndjen gjithçka në shpinën e vet, deri tek varfëria, persekutimi, gjithçka tjetër që i ndodh, edhe në familje, edhe në tryezën e shtëpisë. Pra, por ne duhet të çlirohemi një herë për gjithmonë, ta çlirojmë shpirtin ton të helmuar, të cilën na e kanë injektuar gjithkohën, ata që s'na kanë dashur dhe ata që kanë dashur të na pengojnë në rrugën tonë, të heqim ankthin e keq të tradhtisë, duke i qëndruar besnik thënies kushtrimore të një prej filozofëve më të nderuar të kombit shqiptar, i cili sot fatkeqësisht nuk rron, ka vdekur në burgjet e Serbisë në kohën e luftës në Kosovë, u kishin hodit. Shqipërinë e pa bërë, bëje Shqipëri të bërë, bëje ose vdis. Pra është një thënie kushtrimore që me vlera, fati i nënës Shqipëri nuk mund të parashikohet kurrë sot për nesër. Por do të gjykojmë se ai kërkon të parashikohet për një shekull edhe në të ardhmen e saj. Një popull që di ta ruaj në veten e vet kujtesën historike, që di të krijojë ndërgjegjen historike, që di ta konsolidojë atë, që di të shkruaj mirë atë, që di ta bëj pjesë të formimit dhe të edukimit atletar të kombit vet, ai një alfën po e përsëris të filozofisë tij kombëtare. Ai mban një qëndrim modern ndaj vetë ndjenjave të tij. Është koha që kombi shqiptar të lëvizë në mënyrë aktive drejt vlerave të identitetit të tij kombëtar. Për të gjithë shqiptarët, atë dheu është një, Shqipëria jonë, dhe atë ne nuk duhet ta duam sepse nesër ajo mund të bëhet 9 milion, por duhet ta duam sepse është jona. Pra, me këtë mesazh shkoj se po. Them që për bisedën e sonte, mbas këtij mesazhi që ju thatë, madje do thosha dhe me frymëzim, kështu e kuptova, edhe besosh edhe teleshikuesi, ne po e mbyllim për sonte, gjithmonë duke lënë çështjen kombëtare të hapur brenda bisedave tona. Do të më falni për mungesën e një kohe pak më të vogël në dispozicion, gjithsesi Zoti Ulusi, profesor, do t'ju falenderoja për mirëseardhjen tuaj edhe për sa parashtruat brenda platformës tuaj, Zoti Sulejman dhe Zoti Ramiz. Mirupafshim, të mërkurën e ardhshme. 100 herë falënderime nga ana jone, televizionit dhe juve. 100 herë. Ju falenderoj juve. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, këtu pa mbyllim bisedën për sonte, mirupafshim javën e ardhshme në të njëjtën orë brenda të njëjtës teme, çështja kombëtare shqiptare.